Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas vendimit të Partisë Socialiste për të mos mbështetur kërkesën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dhënien e autorizimit për arrestimin e ish-kryeministres Belinda Balluku. Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se refuzimi i mazhorancës për të lejuar veprimin e drejtësisë për bën një ndërhyrje të drejtë për drejtë tek ekzekutivi në sistemin gjyqësor. Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Gjatë deklaratës së tij, lideri i opozitës kritikoi edhe kryeministrin Edi Rama duke akuzuar se me veprimet e tij po pengon procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dëshmoj më shumë se kur se është i gatshëm t'i përdor mandatet e tij të krimit si bajoneta kundër qytetarëve shqiptar dhe interesave të tyre, në tërësi dhe në veçanti për mbylljen e dyrëve të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk është çështje Ballukut dhe njëherë. Asnjëri prej jush nuk duhet të pranojë këtë narrativ. Është çështja direkte e Edi Ramës. Në fund të deklaratës, Berisha bëri thirrje për mobilizimin qytetar me 12 mars përpara kuvendit, duke cilësuar këtë protestë si një reagim demokratik kundër vendimit të mazhorancës. Në orën të gjithë Shqipëria para parlamentit, në një protest në një kryengritje paqësore më të fuqishme që ka njohur vendi. Zgjidhja është vetëm në durt e qytetarëve.